Një ngjarje shqetësuese ka tronditur opinionin publik në Ferizaj, duke ngritur pikpyetje serioze mbi sigurinë dhe respektin ndaj objekteve fetare, vende ku qytetarët shkojnë për t'u lutur, për t'u falur dhe për të bërë bamirësi, e jo për të bërë viktima të vjedhjeve. Bëhet fjalë për një rast vjedhje të ndodhur në një xhami të qytetit, ku persona të pandërgjegjshëm kanë shkelur çdo normë morale dhe fetare, duke vjedhur sadakan e besimtarve mjete të destinuara për bamirësi dhe ndihmë për ata që ka nevojë. Ngjarja ka ndodhur me 9 dhjetor në orët e mbrëmjes në të ashtu quajturën xhamia e vogël në rrugën Hamz Gjashari. Sipas informacioneve, i dyshuari Fatlum Geri Ahmeti ka hyrë me forcë në objektin fetar, ka thyer derën e zyrës dhe ka marrë arkën e bamirësisë, ku ndodheshin rreth 100 euro. Rasti është zbuluar kamerave të sigurisë, të cilat kanë regjistruar të gjithë veprimin duke ndihmuar policinë në identifikimin e autorit. Pas 2 javësh hetime, policia e Kosovës ka arritur të arrestojë të dyshuarin. Gjatë kontrollit, autoritetet kanë sekuestruar prova materiale që dyshohet se janë përdorur gjatë kryerjes së vjedhjes, i cili më pas është intervistuar në prani të avokatit dhe me urdhër të prokurorit është ndaluar për 48 orë. Ky rast rikthen në vëmendje një dukuri të jetë negative në shoqëri, vjedhje në objekte fetare që jo vetëm cenojnë sigurinë publike, por prekin drejt për drejt ndjenjat e besimtarve dhe shkelin vlerat më bazike njerëzore. Hetimet po vazhdojnë, ndërsa autoritetet kanë bërë të ditur se i dyshuari do përballet me drejtësinë për veprën penale të vjedhjes së rëndë.